Shpërmendit zhvendosemi pak me informacionet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimet politike në Kosovë, e cila nuk po gjen një zgjidhje për krijimin e qeverisë, duket sikur gjithçka ka mbetur peng një emri i cili nuk po dakordsohet, por më shumë se kaq ne do ta shohim në aspektin e strategjisë dhe çfarë rrugë po ndjek Kosova deri më tani. A kanë rol ndërkombëtarët, cilët janë mesazhet, si mund të gjendet zgjidhja? Për këtë bashkëbisedojmë me zotin Sadri Ramabaja. Përshëndetje. Përshëndetje nga Prishtina. Seanca e 9 që dështon, zotë Ramabaja, dhe sërisht ne jemi duke i numëruar dhe duke i analizuar. A duhet bijem dhe në analizë në kurthin e një emri që mban peng zgjidhjen e këtij ngërçi politik, apo është një strategji dhe e mirë menduar për mënyrën se si do të veprohet mëtej në gjetjen e kësaj zgjidhje? Në shikim të parë duket kështu, siç e përshkruat ju, se mund të jemi në kurthin e një emri, por në realitet ne jemi në kurthin e sistemit politik të mbrapsht të inauguruar përmes një kushtetute të imponuar të Kosovës dhe përmes rrëshqitjes graduale të partive politike të Kosovës, establishmentit vjetër para zgjithash në formacione korporativiste. Ne nuk kishim në Kosovë për 20 vjet vetëm privatizim të ekonomisë dhe zhvatje të ekonomisë, por për fat keq partitë politike gradualisht janë shndruar në korporata dhe zotrohen nga të fuqishmit brenda tyre dhe jashtë tyre. De facto, shpërfaqja e kësaj krize është përplasja mes dy sistemeve të menduarit politik, të menduarit kolektiv dhe në emër të interesit të kolektivës, të publikës, dhe të menduarit privat e në emër të interesit individual e grupor. Ky është, si thosh pak a shumë, zbërthimi i gjendjes në cilën gjendet Kosova sot. Ndërkohë, kush është zgjidhja? Pyetje që është standard po tani, ose drejt çfarë skenari ne po shkojmë? Ndoshta ana më pozitive krejt këtij ngërçi politik është sepse gradualisht po shpërfaqet në sytë e opinionit ky fakt real i korporativizimit të partive të politike që kanë në zotrim establishmenti i vjetër. Dhe zgjidhje është e qartë në sistemet demokracisë liberale janë zgjedhjet. Gjasat reale janë që po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Dhe çfarë thon afatet, zoti Ramabaja? Ne po shkojmë drejt zgjedhjeve, zgjedhjet kanë kosto, po ashtu, është kjo formula që realisht i shërben tani Kosovës? Po i shërben shëndoshjes së demokracisë, se nuk kemi terapi tjetër. Nuk mund bëjmë revolucione demokratike për çdo 5 vjet, çdo 4 vjet. 14 shkurt i vitit 2021 ishte një revolucion demokratik i heshtur, por ai e bëri vetëm përmbysjen e establishmentit, por nuk arriti dot t'i çliroj partitë politike. Ju e vëni re që nuk vendosin kryesitë e partive politike, madje nuk marrin guximin as t'i lejojnë deputetët, nuk mëtojnë as t'i tolerojnë deputetët të votojnë në mënyrën e fshehtë demokratike, siç veprohet gjithandej në demokracitë liberale. Unë dje kam bërë një rivështrim, në fakt, mënyrës së votimit në shtetet më demokratike evropiane, qoftë në Austri, qoftë në Gjermani, qoftë në Francë, madje edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sistemi i votimit në mënyrë të fshehtë është gjithandej mënyra më e duhur e ruajtjes së privatësisë së votimit, e shenjtërisë së votës. Por dje nuk u tolerua një diçka e tillë, një sprovë që e vuri në dilemë e shpërfaqi në fakt më qartë këtë tezën që e kam unë për korporativizimin e partive politike. Gjasat reale janë që në proces të zhvillimit të zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme do të kemi
hapin e parë që do të imponoj një lloj shërimi të partive politike nga kjo sindroma e korporativizmit. Ose do të shuhet një pjesë e tyre, që gjasat reale janë që nuk do t'jenë në kuvend pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, dhe një pjesë do të detyrohen thjesht që të rishikojnë këtë frymë ekzistuese për 20 vjet të rresht. Dhe ky fenomen për fatkeq nuk është vetëm Kosovë. Këtë do ta vërejmë edhe në Shqipërinë politike shumë shpejt. A është ky edhe vullneti Albin Kurtit? A i konvenon vetëvendosjes ky skenar që çon pra në zgjedhje? Ky skenari konvenon parazgjithash qytetarisë së Republikës Kosovës dhe sistemit politik dhe sepse është në dobi të shërimit të kësaj të keqe që e ka kapluar sistemin politik të Kosovës. Sa do t'i ndihmoj, a do t'i ndihmoj në përmasat më të mira të mundshme është çështje tjetër, por gjithsesi do ta ndihmoj. Madje edhe vetë brenda vetëvendosjes do të ketë efekte pozitive sepse edhe aty ka një ngërç sa i përket ideve për të dalë nga skema e pikpamjeve si të thush të bunkerizuar të menduarit politik. A ka sot që flasim, zoti Ranabaja, një qëndrim të qartë ose edhe duke e lexuar ndoshta të faktorit ndërkombëtar, se Kosova përtej asaj që është betejë e brendshme dhe sfidat e brendshme më shumë se sa betejë, ka dhe çështje shumë të nxehta të cilat varen pikërisht nga partnerët, sikurse edhe në Shqipëri vendet tona e kanë domosdoshmërisht leximin edhe nga partnerët ose qëndrimin, ndryshe s'bëjmë dot. Albin Kurti ka disa çështje të cilat lidhen me penalizimet, me çështje të cilat i kanë kushtuar në fakt Kosovës pasojë sanksioneve, do të thoja. Po, por ato ja kanë shpëtuar një të katërtën e hapësirës gjeografike, pjesën më të bukur të atë dheut. Dhe kjo kosto politike është në pikpamjen time krejtësisht e arsyeshme. Çështja është se faktori ndërkombëtar tash ndodhet në krizën ndoshta më të thellë politike që prej viteve pas luftës së dytë botërore. Ndërkaq jemi në prag të riformatimit të rendit të ri që po inaugurohet, duke imponuar gradualisht fuqinë e perandorive të reja që nuk ja kanë ngjen, thonë në këtë krahinën ku kam lindur unë, të miren me çështje të vogla si çështja e Kosovës, e Prishtinës e Tiranës. Me rëndësi është që edhe Prishtina dhe Tirana në këtë rirreshtim gjeopolitik nuk kanë bërë gabime siç ishin më herët. Pozicionimi është i qartë në rrafshin gjeopolitik, ndërkaq pjesë tjera të sistemit të organizimit të shtetit e tjerë janë çështje të brendshme. Megjithatë, më lejo ta them edhe një fakt se në sytë e diplomatëve parazgjithash, kjo që ndodh në parlamentin e Kosovës sot duket paksa fëminore, sepse sistemi politik, respektisht rregullore, edhe kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit, gati thujse është krejt i ngjashëm me atë të Austrisë për shembull, ose të Gjermanisë. Tri forcat politike në Austri, si model po e marr, janë ato që zgjedhin në konkordancë të plot edhe kryetarin e Këshillit Nacional, si e quajnë atje, kryetarin e kuvendit pra, edhe dy nënkryetarët. E vetë kuptueshme, forca fituese e zgjedhjeve zgjedh përcaktohet për kryesuesin e Këshillit Nacional. Ndërkaq dy forca tjera nënkryetar. Këto janë çështje që megjithatë sistemi ynë politik i ka të zgjidhura edhe përmes një akti të veçantë të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, sado që ka të metat jashtëzakonshme. Por në këtë rast ka shërbyer pozitivisht sepse ka përcaktuar qartë se forca politike e parë ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit. Çështja është tashmë se si do të ecet tutje në
për zgjedhjen e kryetarit. Njëra palë, establishmenti vjetër, siç u pa dje, i mbështetur madje edhe prej listës serbe, nuk dënjoi që të bëhet kjo zgjedhje me vot të fshehur, siç e përcakton edhe kushtituta edhe rregulloria, si mundësi reale në situatat kur procedura e përzgjedhjes së kryetarit të kuvendit, respektivisht organeve drejtuese të kuvendit, nuk kalon në mënyrë si thosh festive edhe krejtësisht të rëndomt. Tashmë ky ngërç nuk mund zgjidhet shumë lehtë dhe unë besoj që kjo do të jetë edhe arsyeja reale pse do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe afatet çfarë thon atje, kur do të jenë këto zgjedhje? Afërsisht. Për fatin e keq, këtu kemi një zbrasi kushtetuese edhe ligjore, sepse nuk përcaktohet afati për shkurje në zgjedhje të jashtëzakonshme në rast se nuk do të konstituohet kryesia e kuvendit, respektivisht organet e kuvendit, ndërkaq te qeveria e ka të përcaktuar, kanë afate të përcaktuar kur fillon e ashtu quajtura ora e kushtetuese. Por gabimi elementar i opozitës në këtë rast është sepse nuk po lejon që të futemi në orën demokratike kushtetuese të përzgjedhjes së qeverisë. Dhe sigurisht që pastaj është një vendim politik, unë besoj shumë që në koordinim edhe në marrëveshje mes forcave politike, parazitash mes dy të parave që në këtë rast kanë shprehur një lloj akordance për shkurjen në zgjedhjet e jashtëzakonshme si daljen nga ky rreth vicioz, mund të në javën e vijim, eventualisht dhe nga mesi i majit të dakordohen për datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Zyrë Mabaja, më lejo të të pyes pak për Shqipërinë, se dhe ne jemi në pikun e fushatës këtu edhe ka një interes të jashtëzakonshëm. Si e ke parë fushatën e subjekteve politike? Çfarë po prodhon Shqipëria në raport me standardet të zgjedhore? Ai sa dim deri tani se çfarë sjell sekondi nuk e sjell gjithë viti, jo më muaj i fushatës. Po ta analizojmë deri më tani dhe pastaj do të kemi besoj të ftuar enkas për këtë çështje. Po me shumë dashamirësi natyrisht i kam përcjellur fushatën në Shqipërinë politike. Këto ditë do të jem edhe në Shkodër, edhe në Tiranë, por ajo që me keqardhje duhet ta them është fakti se partitë e reja politike kanë pasur pak hapësirë në televizionet tona aty në Tiranë. Unë mendoj që shërimi i të njëjtës smundje që kemi ne këtu e që Shqipëria politike e vuan paksa dhe më gjatë madje që prej ndryshimeve të sistemit, po sidomos që prej vitit 2008 kur kishim imponimin e ndryshuar kushtetues që në një mënyrë ose në tjetër privatizoi partitë politike duke përmes listave të mbyllura, do të mund bëj pra ky shërim i kësaj tmete të sistemit duke krijuar hapësirë për partitë e reja politike atje. Ka konkurrencë kësaj radhe. Qytetarët shqiptarë nuk mund të ankohen se nuk kishin mundësi të përzgjidhnin. Unë mendoj që kësaj radhe ka konkurrencë më të madhe. Fatkeqësia është që korporativizmi dhe privatizimi i partive politike, sidomos i dy partive më të mëdha atje, është më i venerueshëm. Faleminderit, Zura Mabaja, që bashkove në këtë komunikim. Besoj ne do të jemi sërish në ditët në vijim, edhe gjatë vizitës tuaj këtu në Tiranë. Kështu që shihemi nga afër për të analizuar këto zhvillime të rëndësishme të politikës këtu. Të përshëndes. Me shumë kënaqësi, mirupafshim.